sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, do doja ta referoja këtu, kur zoti Clinton ishte president, të dhënat tregojnë, të dhënat e regjistrave të vizitorëve tregojnë se Epstein e ka vizituar disa herë shtëpinë e bardhë dhe pasi u largua nga detyra, Epstein po ashtu ndihmoi në disa nga bamirësitë e ish-presidentit Clinton, i cili gjithashtu udhtoi disa herë me avionin privat të Epstein, përfshirë këtu edhe një udhtim humanitar në Afrikë në vitin 2002. Gjithsesi, zoti Clinton ka deklaruar se nuk ka qenë në dieni se në çfarë ka qenë i përfshirë Epstein. Nga ana tjetër, presidenti Trump Suela ka patur një raport miqësor me Epstein në nisje të viteve 90 deri rreth vitit 2000, por më pas ata patën edhe mosmarrëveshje dhe miqësia e tyre u prish, raporti i tyre u prish. Presidenti Donald Trump në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar çdo keqbërje në lidhje me Epstein, i cili sikurse dihet vrau veten në vitin 2019 në një burg të Manhattanit, ndërsa priste gjyshin për akuzat për trafikim seksual. Gjatë orëve të fundit, pasi janë bërë publike dosjet, presidenti Trump ka qëndruar larg komenteve lidhur me dosjet apo dhe me rastin Epstein, përfshirë këtu edhe përpara se sa të nisej drejt të Karolinës Veriut, ai u pyet nga gazetarët, por deri më tani do të ka shmangur komente në lidhje me rastin. Sigurisht që dhe vetvrasja e tij ngre pikpyetje të mëdha në një burg të Manhattanit në 2019, siç thuhet, pasi edhe shumë gazetarë kanë ngritur teori konspirative, ata kanë kërkuar të dinë se ku është vari i tij, nuk e kanë parë trupin dhe me radhë, dhe janë hedhur shumë dyshime nëse e ka vrarë vërtet veten, nëse është gjallë apo jo, apo nëse e ka vrarë dikush tjetër. Nuk e di se sa shumë ke lexuar ti për to teori konspirative dhe sa shpesh kthehen edhe ato me intervale njësoj si në dosjet e tij në vëmendjen e publikut amerikan dhe të mediave amerikane. Teoritë edhe kundërthënjet e shoqërojnë të rast për vitesh, por do doja të theksoja një element që ndoshta ndihmon në pikpamjen e lajmit që lidhet me publikimin e dosjeve, sepse janë një pjesë e tyre të dhënave, janë të dhëna që dalin për herë të parë publikisht, pra nuk janë vetëm ripërsëritje të dhënave dhe për shembull ka në dosjet e publikuara mbrëm vonë Suela, përfshihet gjithashtu edhe një dëshmi e një ish agenti të FBI-s, i cili tregon në hollësi, do e thënë, dëshminë që i ka marrë një vajze të vogël, 14 vjeçare, e cila aso kohë ishte vetëm në klasën e 9, dhe që sipas dëshmisë së agentit, ajo vetë ka dëshmuar për abuzime të tmeshme nga ana e Epstein. Dhe pikërisht këto të dhëna të hollësishme të publikuara, sipas raportimeve në media, tregojnë se prokurorët federal në fakt duke se kishin që nga viti 2007 një rast të fortë kundër Epstein, por nuk e akuzuan atë në atë periudhë. Pra bëhet fjalë për rreth gati 12 vjet më përpara se sa koha kur ai u akuzua për trafikim seksual. Dhe këto janë element që nxisin edhe më tepër reagimin dhe që me siguri do të jenë edhe do të vazhdojnë të jenë edhe më shumë në qendër të debateve në ditët në vijim, krahas edhe paralelisht edhe me emrat që përmenden edhe me fotografitë që figurojnë në dosjet për rastin, sepse bëhet fjalë në pjesën e dosjeve nuk janë vetëm fotografi, dosje të gjetura në shtëpitë e Epstein, por janë gjithashtu edhe pjesë materialeve hetimore që ka patur prokuroria derisa ngriti akuzat për trafikim seksual ndaj Epstein. Dhe sigurisht janë dhe shumë të rënditës emra të cilët qarkullojnë dhe akuzohen në gjithë këtë skenar, veçanërisht emrat e politikave ose elitës ndërkombëtare, Donald Trump, Bill Clinton apo edhe princi Andrew, i cili së fundmi doli dhe në një foto shumë komprometuese me 5 vajza të reja. E përmenda pak më herët që si presidenti Trump edhe presidenti Clinton nuk e kanë mohuar që kanë patur një raport miqësor më herët me Epstein, por ata kanë deklaruar se nuk kanë qenë asnjëherë në dieni të çështjeve në cilat ai ishte i përfshirë dhe sikurse e thash presidenti Trump e ka ndërprer
sikurse do ta ai raportin me EPS-in, misin me EPS-in që në fillim të viteve 2000. Sa i përket princit Andrew, sigurisht që kjo është një çështje që ka ngritur debat vetëm këtu, por edhe në Britani, ai humbi të gjitha privilegjet? Nderet privilegjet, nderet që lidheshin me titullin e tij dhe janë një sër fotografish në fakt, por ajo që ka marrë më tepër vëmendje, pikërisht e përmendët dhe ju, është fotografia e tij e shtrirë përgjatë trupit të disa grave. Çështja që do pikpyetjet që lidhen, kritikat më të forta që lidhen me princin e Andrew janë në faktin që ai vazhdoi të kishte një komunikim edhe pasi u bën publike akuzat, edhe pasi ai kishte mësuar se në çfarë ishte i përfshirë EPS-i. Suela, është fjala për abuzim me vajza që në moshën 14 vjeçare dhe sipas vetë dëshmive të dhëna nga agent, këto vajza më pas rekrutonin edhe vajza të tjera. Mund të bëhej fjalë për rreth 20 apo 30 vajza të tjera në moshë minore. Madje sipas dosjeve të cilat janë bërë publike deri tani, ai u kërkonte, pra EPS-i u kërkonte vajzave kartën e tyre të identitetit, pasi po sipas dosjes ai kërkonte që vajzat të ishin në moshë minore, madje kishte edhe preferenca referuar gjinisë apo më falni përjardhjes së tyre. Pra bëhet fjalë për një figurë që shumë kontroversale dhe sigurisht prandaj edhe përgjegjësia ndaj individëve të cilët kanë zgjedhur që të komunikojnë me të dhe të ruajnë raportin miqësor me të edhe pasi u bën publike akuzat, bëhet edhe më e madhe. Dhe sigurisht nëse shohim një plan më të gjerë, do donim të diskutonim se çfarë mësojmë nga ky rast, kjo për raportin mes pushtetit, mes elitave dhe llogaridhënies. Llogaridhënia është bazuar tek funksionimi i organeve të drejtësisë dhe fakti që ka patur një presion kaq shumë të madh, jo vetëm nga demokratët, por edhe nga veteranët republikanë për të bërë publike këto dokumenta, është një tregues i nevojës për të dhënë llogari përpara publikut amerikan, i cili e përmendët dhe ju pak më herët ka shumë vëmendje në lidhje me rastin. Megjithatë, do duhet pritur publikimi i të gjitha dokumenteve dhe nëse ka fakte të reja për të parë nëse ekziston mundësia për të shkuar më tej përveç se thjesht të publikimit të dosjes kundrejt personazheve të përfshirë në to, për të folur më gjithësisht sa i përket llogaridhënies në nivel individual, do thoja Suela. Unë falenderoj shumë për të lidhje që bëre me ne këtë mëngjes të diele, pasi është një mëngjes të diele aty tek ti. Besoj se ora po shkon drejt 10-s, apo ka nisur diela dhe të uroj një të dielë të mbar. Faleminderit që mëngjesin e ndave me ne në këtë raportim. Suela, faleminderit, do gjithmonë kënaqësi të kthehem në aty. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ne ndahemi kështu nga Klementina Cekollari, e cila raportoi për një rast shumë të ndjeshëm. Vazhdoi bisedën tonë me gazetaren Dori Daka, është një rast